Mjekët e kanë mbajtur sekret për vite me radhë, receta që zhduk gungat kockore në këmbë. Kur gishti i madh devijon në drejtim të gishtit të dytë, deformimi quhet bunjon ose hallux valgus. Kjo shkakton një dalje në formë gunge në pjesën asore të gishtit të madh, një ashpërsim të lëkurës dhe indeve pranë zonës së prekur që shkakton edhe dhimbje. Gjithashtu ajo mund të shkaktojë edhe ashpërsi të lëkurës dhe indet përreth zonës së prekur të shkaktojnë më shumë presion dhe dhimbje. Ndonjëherë një qesk e mbushur me lëng siç është bursit zhvillohet mbi nyje. Në shumicën e rasteve nuk është e qartë pse zhvillohet. Mund të jetë trashëguar gjenetike dhe në disa raste e lidhur me probleme si osteoartriti dhe artriti reumatoid. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Megjithatë, pavarësisht shkakut kryesor, veshja e këpucëve të ngushta ose jo komode ka tendencën të përkeqësojë këtë problem gjithmonë edhe më shumë. Por cilat janë simptomat dhe problemet që shkaktojnë këto bunjone? Cilat janë mënyrat e trajtimit të tyre dhe si duhet të veproni në këto raste? Sipas Steptuel do të rëndisim disa mënyra alternative të cilat do ju vinë në ndihmë për të lehtësuar këto shkaqe. Shkaktarët kryesorë të shkaktimit të bunjoneve janë vështirësi gjatë ecjes për shkak të dhimbjeve, inflamacion dhe hintje të shputës së këmbës. Kjo e fundit ndonjëherë edhe mund të infektohet. Këmba mund të zgjerohet aq shumë sa që të bëhet e vështirë të gjeni edhe këpucët e përshtatshme. Ju mund të zhvilloni artrit në gishtin e madh të këmbës. Gishti i dytë mund të deformohet më shumë gjithashtu. Në rastet akoma më të rënda, gishti i madh mund të spostojë sipër gishtin e dytë. Përdorimi i këpucëve të duhura nuk shëron deformimin, por mund të lehtësojë dhimbjen. Ideale do të ishte të ndiqni këshillat e mjekut specialist për të diagnostifikuar dhe trajtuar çrregullimet e këmbës. Medikamentet mund të lehtësojnë dhimbjen. Antibiotikët mund të nevojitet nëse lëkura mbi indet e kyçeve deformohet dhe gjithashtu edhe mund të infektohet. Kirurgjia mund të këshillohet nëse dëshironi edhe që të ndryshoni këpucët dhe nuk lehtëson simptomat. Qëllimi i operacionit është të rregullojë sa më shumë që të jetë e mundur dhe të lehtësojë dhimbjen. Zakonisht nuk bëhet vetëm për të përmirësuar pamjen. Kjo mund të bëhet duke përdorur anestezi lokale ose të përgjithshme dhe zakonisht janë në spitalet rajonale ato të cilat mund të bëjnë trajtimin përfundimtar. Gungat që shkaktohen në këmbë në gishtin e madh bëjnë ndryshime të dukshme në strukturën e kockave. Këto gunga janë në çrregullime ku ndryshon gradualisht këndi kockor i gishtit të madh. Shkaqet e shfaqjes së këtyre gungave janë të ndryshme. Më kryesorja është veshja e këpucëve të ngushta dhe me maja. Simptomat e para të këtyre gungave janë dhimbje, inflamacione dhe skuqje. Gjendja e tyre kur përkeqësohet shumë mund të çojë deri në operacion, sepse mund të shkaktojë dhimbje të forta dhe theksim të dhimbjeve të tyre. Për të zhdukur ose për të mos lejuar zhvillimin e këtyre gungave, ju përveç se duhet të zgjidhni veshjet e këpucëve të përshtatshme, ju mund të përdorni edhe këto metoda alternative nëse e kapni problemin që në hapat e tyra të parë. Ngrohni pak vaj ulliri dhe masazhoni pjesën e gungës për 15 minuta 2 herë në ditë. Fërkojeni këtë fort me gishtin e madh në mënyrë që të nxisni qarkullimin e dur të gjakut në atë zonë. Përdorimi i piperit të kuq gjithashtu mund të jetë një alternativë shumë e çmuar për të lehtësuar këtë problem. Piperi i kuq djegës përmban nivele të mira të kapsaicinës, një substancë e cila do të ndihmojë edhe në eliminimin e dhimbjeve dhe pareative të tjera. Përzjeni 2 lugë vazelin me një lugë piper të kuq djegës. Vendoseni përzierjen mbi gungë dhe e lidhni atë me një fash, mbajini për disa orë. Përsëriteni këtë procedurë për çdo ditë. Kubat e akullit gjithashtu mund të lehtësojnë në gjendjen tuaj dhe të përmirësojnë edhe strukturën tuaj të nyjeve, duke sjellë rezultate të duhura që mund të lehtësojnë këto komplikacione dhe të sjellin gjithashtu lehtësimin kundër zhvillimit të tyre. Vendosni disa kuba akulli në një qese dhe vendoseni atë mbi gungë për 10 minuta. Përsëriteni këtë metodë disa herë në ditë për të lehtësuar kështu dhimbjet dhe për të sjellë rezultatet e duhura në trajtimin e saj. Kjo do të jetë një mënyrë alternative shumë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve.
dhe gjithashtu do të keni edhe një zgjidhje mjaft të mirë derisa të merrni trajtimin e specializuar. Ju ka ndodhur që të zgjoheni papritmas dhe të vini re shenja fryrje gati gunga në pjesë të ndryshme të dorës, si në pëdhëm, në gështrinj ose në kyçet e këmbës. Në mjekësinë popullore, këto mund të jenë gjithashtu edhe një trajtim i lehtë, por në disa raste kërkojnë trajtime të specializuara për të evituar kështu edhe komplikacionet e tyre dhe për të sjellë rezultatet e duhura në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Gungat e këmbës janë jo të bukura për syrin e njeriut. Nëse keni fat që të mos keni ide nëse për çfarë po flasim, duhet të konsideroni veten me fat. Gungat e këmbës janë pjesë koccore që formohen në pjesën e jashtme të gishtit të madh, jo vetëm që janë të shëmtuara, po për shkak të zhvendosjes së peshës trupore mbi gishtin tuaj, ato gjithashtu mund të jenë edhe mjaft të dhimbshme. Për të kuptuar si duhet të trajtohen këto gunga, duhet së pari të mësoni se si ato formohen. Sipas WebMed, ka disa arsye. Ndonjëherë ato ndodhin thjesht për shkak të gjenetikës. Nëse prindi juaj ka këtë, ju jeni më të rrezikuar ta zhvilloni. Ndonjëherë gungat zhvillohen si pjesë anësore të artritit. Megjithatë, gratë janë veçanërisht të rrezikuara për zhvillimin e tyre. Këto gunga mund të jenë shkaku para atis dhe sikletit. Këto janë disa mënyra se si t'i trajtoni dhe të kujdeseni për shëndetin tuaj të kyçeve. Piperi i kuq është një zgjidhje shumë e mirë që rekomandohet sipas ekspertëve. Piperi i kuq mund të përdoret më shumë se sa vetëm për të dhënë një shije ushqimit. Sipas Find Home Remade, piperi i kuq mund të përdoret gjithashtu për të trajtuar dhimbjet e lidhura me gungat. Ajo është një lehtësues natyral i dhimbjeve. Prisni një piper në gjysmë dhe lyeni gungën që ndodhet në këmbë, e masazhoni atë për 10 minuta, kështu do të lehtësoni inflamacionin. Lakra. Sipas Health Remade, sugjerohet të përdorni lakrën për të lehtësuar dhimbjet e gungave. Lakra ka veti anti-inflamatore që ndihmojnë në zvogëlimin e intjes që zakonisht vjen me gungat. Për të kujdesur me to, lyeni me lakër me një fasho dhe bëni një proces për disa minuta me radhë. Përdorimi i kamomilit gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për çështjen tuaj të nyjeve. Gungat që krijohen në këmbë mund të jenë shenja të dhimbjeve dhe ato mund të jenë në gjendje që të bëhen edhe të padurueshme. Kamomili punon si anti-inflamator që redukton entjen dhe dhimbjen. Thjesht pini një filxhan çaj kamomili dhe vendosni bustinën e saj në vendin ku keni gunga. Kjo do të jetë një mënyrë alternative për të lehtësuar shqetësimin tuaj. Medikamentet të ndryshme mund të lehtësojnë përkohësisht edhe dhimbjen tuaj të gungave, por drejtoni tek mjeku specialist për të marrë gjithashtu edhe një zgjidhje përfundimtare. Këto janë metoda alternative të cilat përkohësisht mund t'ju vinë në ndihmë. Një bunion është një deformim i kyçit bazë të gishtit të madh të këmbës. Në shumë raste shkaku nuk është i qartë. Ky deformim fërkohet me këpucën duke shkaktuar inflamacione gjithashtu edhe dhimbje të mëdha. Këpucët e mira shpesh rekomandohen për të lehtësuar simptomat. Një kirurgji mund të jetë gjithashtu zgjidhja përfundimtare. Por si fillim, çfarë është bunioni? Kur gishti i madh ka një deviacion në drejtim të gishtit të dytë, deformimi quhet bunion, ose në gjuhën shkencore hallux valgus. Kjo shkakton një dalje në formë gunge në pjesën anësore të gishtit të madh. Përveç kësaj, ka një aspersim të lëkurës dhe indeve përreth zonës së prekur. Lëkura e ashpërsuar dhe indet e skuqura mund të shkaktojnë gjithashtu edhe dhimbjen më të madhe. Ndonjëherë një qeske mbushur me lëng bursit mund të zhvillohet sipër saj dhe të shkaktojë gjithashtu edhe një nxitje më të madhe të këtyre dhimbjeve. Shkaku kryesor i deformimit të kyçit është gjithashtu edhe mbajtja e këpucëve të papërshtatshme. Lëkura mbi nyjet të deformuara mund të pësojë atrofime dhe gjithashtu të zhvillojë devianca të ndryshme, duke shkaktuar kështu dhimbje të parikuperueshme. Nëse prej kohësh tashmë jeni duke e vuajtur nga këto shqetësime, përdorini metodat alternative të cilat ju treguam më herët. Nëse ato nuk ju japin zgjidhjen përfundimtare, drejtohuni mjekut për të marrë trajtimin më të specializuar kundër këtij shqetësimi. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.